Ka nisur rritja e çmimit të naftës pas sulmeve në vendet e lindjes së mesme. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku e quan një spekulim të pastër tregtar që nuk ka lidhje me bursat ndërkombëtare paralajmërimin e kompanive të karburanteve për rritjen e çmimit të naftës pas konfliktit të fundit mes Amerikës, Izraelit dhe Iranit. Ajo kërkoi llogari nga autoriteti i konkurrencës dhe qeveria shqiptare. Gjiri i Arabisë ndodhet tashmë në një konflikt të hapur dhe njoftimi i kompanive të karburantit në Shqipëri që do të rriten çmimet së pari 20 lekë, më pas 40 lekë për litër, habiti shumë kënd. E para për arsyen e thjeshtë sepse çmimi nuk është rritur akoma në bursa dhe e dyta sepse ky që nga një çmim i përcaktuar. Çfarë bën autoriteti i konkurrencës? Çfarë bën qeveria shqiptare për të kontrolluar këtë treg që sot i ka çmimet shumë më të larta se rajoni, që i ka çmimet të paktën 30 deri në 40% më të larta se vendet fqinj, duke nisur nga Maqedonia e Veriut dhe duke vazhduar në Malin e Zi. Rritja e çmimeve në këtë mënyrë abuzive, në kurrizë të qytetarëve, në kurrizë të bizneseve që përdorin karburantin edhe për nevojat e tyre, është vjedhje, është korrupsion i hapur. Edhe deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka folur për të njëjtin problem në rrjetet e tij sociale. Po dëgjoj këto lajmet që operatorët e hidrokarbureve në këtë vend do të rrisin brenda 48 orëve çmimin e naftës kryesisht me 20 lekë dhe rritja mund shkojë deri në 40 lekë. Pra, do prekin edhe një herë limitin e 200 lekëve ose 2000 lekëve. Shikoni që ngjarjet në lindjen e mesme, lufta atje, përhapja në vende të tjera arabike përtej Iranit, prodhuese, mbyllja e ngushtitës së Hormuzit ku kalon trafiku i hidrokarbureve, naftës edhe gazit, patjetër do të kishte një impakt në çmim, po që ky impakti përkthehet ose vjen në Shqipëri brenda 48 orëve, ky është nam. Shikoni, çmimi i naftës është fiksuar në 173 lekë prej një viti. Një vit që nuk ndryshon. Kjo historia që këta shesin në tregun e brendshëm me çmimin e bursës është një tallje, nuk po e them çfarë tallje është, po është një tallje shumë e madhe me gjithë ne që paguajmë naftën, apo benzinën, apo gazin tek këta operatorë.